Profesor, a mund të pak të t'i komentuem fotot që i keni ju prej kohës që i zgjodhëm ne së bashku e që çdo musafir komenton diçka prej asaj që ka përjetu gjithë jetës, po në këta foto për janë kujtimet mira dhe s'ka asnjë kujtim të keq. Kjo është një fotografi në fotografor Mavrov me shokët e klasës në gjimnas. Në gjimnas. Në Gostivare. Në Gostivare. Nuk di po mos ishte ky gjimnaz çka do të ndodhte në ne 13 të cilët dolën prej këtij gjimnazi. Kjo është foto nga matura. Kjo është nxënës Gostivare, një grup shokësh. A takoni ndonjëherë, prof? A keni takuar ndonjëherë këta shokët që ka keni qenë? Takohemi gati çdo vit, bëjmë takime gjenerate. Ka që një 10 vjet e këndej, edhe kemi vendosur që takohemi për çdo vjet, derisa të mbetim 2 vedet. Se disa kanë shkuar. E kur do të mbetëm 2 vedet, do të takohemi. I gjose mbetëm do të mesi vedet, pa s'ka të takohej. Do të ashtu është vendimi. Sa do të jetë kjo nuk e di. Këtu me Qani Mehmedin, shokun tim më të mirë. Jemi në Tetov. Ai viti i 2, unë i 3. Dhe gazetari Qani Mehmeti për shikusit. Gazetari Qani Mehmeti. Këtu një grup studentësh kërçovar në Top Bafqet Prishtinës. Në Prishtinë, student. Me shokët e grupit para fakultetit filozofik me profesor Recep Qosen. Në vitin e 4 studimeve. Këtu në Ferizaj, në shkollën teknike, me një klasë që mësonin për automekanik. Automekanik ishte edhe automekanik në kuadrat shkollës teknike. Përveç elektromakinerik ishte edhe automekanik. Kjo është me kolektivi i shkollës në fshatin Tuhin. Fillimet e punës. Në fillim, kur keni punësu? Në fillim, po në fillim. Kjo është një fotografi ushtarë, ku isha nishanxhi i topit. Këta janë fotografi me kolegët në sallën e arsimtarëve në gjimnas. Në gjimnas, kur më ishte pavarësuar drita këtu në Kërçov. Me klasën ku isha kujdestar klase, vetëm djemët, nuk di pse, kam edhe me gjithë qirët, vetëm djemët këtu. Kjo është në klasën ku kam qenë kujdestar klase, edhe kjo ku kam qenë kujdestar klase. Kjo në tabloja nga gjimnazi, që ishte ende pavarësuar nga gjimnazi Mirko Mileski. Edhe kjo tjetra po ashtu. Edhe kjo është nxënësve ku kam qenë kujdestar klase. Duket ka pas numër të madh të nxënësve, profesor. Numër të madh, atëherë ishte 34-35 nxënës. Gjithë klasë kishte ngaqë. Bile mjekësia kishte deri në 40 bile. A në fund me sa rritet jenë paralelet? Po unë nuk e arrita reduktimin e klasave, do të deri atër kishte numër të mjaftueshëm. Kur dolon në 2016. Edhe kjo foto është me nxënës, shumicën e zgjodhen pa. Kjo është në kujtojnë vitin e fundit të Ka thonë një foto e tablës ju... Nga tabloja.